Përshëndetje për gjithë nderuar shikues, mirë se erdhët këtë të shtunë, transmetim të drejtë për drejtë në News 24 në emisionin kjo javë. Në dy pjesë do t'jemi ditën e sotme duke nisur me të dhënat më të fundit, me lajme dhe informacione ekskluzive nga kolegja Klodi Lala, mbi atë çka nisi në fakt që në emisionin e saj në Shënjestër, e ku do të vijojmë ta bisedojmë në studio përmes intervistës në pjesën e parë. Në pjesën e dytë do të flasim me zotin Edmond Haxhinasto për çështje të aktualitetit politik, por jo vetëm. Mirë, ndishte se çfarë ka ndodhur në një javë pas me njerë në studio me Klodi Lala. E hënë, lufta kundër korrupsionit e krimit ndërkombëtar, një delegacion i SPAK me në krye Klodian Brahon vizit në Departamentin Amerikan të Drejtësisë. Komisionerja e BE-s për zgjerimin Marta Kos ka deklaruar se Shqipëria rrezikon të humbas mbi 67 milion euro nga BE për shkak të vonesave në reforma. Gara për kreun e ri të Partisë Demokratike, Saljani deklaron se me një padi zgjidhet ngërçi për statutin, si ia jep këtë avantazh Ramës. Të lënduarit dhe të arrestuarit në protestë PD padit ministrin Lamallari dhe drejtues të policisë. Mashtrimi me call center, kompania One Albania nuk bashkëpunoi për hetimet me autoritetet ligjzbatuese. Ushqimi i bebeve hip tërhiqet nga tregu, dyshohet se ishte kontaminuar në Austri me helm minjsh. Lengo Group e importoi nga Gjermania, AKU bllokon kremin me lajthi që rezultoi me salmonel. E martë, sekuestrohen mbi 40 milion euro pasuri të Ergysa Gasit dhe Mirlinda Karçanajt, zbardhet skema e tenderave të Akshit. Përplasje me armë zjarri në Memalia i vritet 30 vjeçari, nga të shtënat plagosët edhe vullai i autorit. Vrasja e Liridona Ademaj dënohet me burgim të përjetshëm i shoqi Naim Murseli, u akuzua se planifikoi dhe urdhëroi krimin. Kryeministri Rama pranon problemet me sigurinë ushqimore dhe deklaron se standardet nuk negociohen. Nënkryetari i Komisionit të Ekonomisë Eno Bozdo denoncon tatimet, po shpërfillin ligjin e amnistisë kanë vendosur bizneset nën presion të padrejtë. Kastrati Group modernizon aeroportin e Tiranës, gazetari i CNN kalova në vetëm 5 sekonda, si në asnjë aeroport tjetër. E mërkur. Abuzimi me fondet e Bashkimit Evropian për bujqësinë, Parlamenti grek u heq imunitetin 13 deputetëve për të hetuar nga prokurori evropian. Bashkimi Evropian miraton grupin e punës për antarësimin e plotë të malit zi në Union. Shqipëria mbetet prapa. Bien aksionet e 4IG në Hungari me dyshimet për korrupsion, e përfshirë dhe kompania One në Shqipëri. Presidenti Trump zgjat armëpushimin me Iranin në pritje të marrëveshjes për paqe. Ejte. Emisioni Veting në News 24 denoncon tenderat pa konkurrencë dhe abuzimet me fondet publike në kompaninë shtetërore Alp Control. Të njëjtat kompani përfituan tendera pa garë reale. Çështjet e hapura mbyllen brenda vitit. Athina hedh poshtë deklaratat e Ramës në samitin e Delfit. S'ka asnjë dokument aq më tepër brenda 2026-s. Çështja e detit i përket Shqipërisë. Shuhet në moshën 89 vjeçare akademiku Recep Qosja. I ndjeri u përcoll nga familjarët pa ceremoni zyrtare sipas amanetit që vetë kishte lënë. SPAK shtyn me 3 muaj hetimet për Ballukun, prokurorët arsyetojnë se kanë nevojë për më shumë kohë për veprime të reja hetimore. Klevis Qose emërohet në krye të AMP, ndryshime të krerëve të policisë në Qarqe. E premte. Investimet publike në pikën më të ulët në 17 vite, shkak korrupsioni në koncesionet PPP, tendera dhe infrastrukturë. Hapet procedura për kredite buta, por e-Albania nuk punon. PD kërkon të garantohet aksesi plot për qytetarët. Zjarri të 12 katëshi, prokuroria merr në pyetje 5 të miturit, pohojnë se nuk kishte veprimi qëllimt.
Kosova në ditë zije homazhe në Prishtinë për akademikun e njohur Recep Qosja. Trump zgjat armëpushimin Izrael-Liban, kërkon kohë për marrëveshje më të gjerpaqeje. Këto ishin të gjitha ngjarjet e javës, mi mpres me njerë në studio Klodi Lalën. Mirë se vjen Klodi, si gjithmonë kënaqësi. Ishte emisioni yt të martën në Shënjestër, aty ku dolën detaje ekskluzive për sa i takon sekuestrimit pasurive të Karçanajt, të Ergys Agasit e tjerë. Do doja ta nisja me informacion të minutës fundit, sigurisht, apo nëse mund të flasim sa janë pasuritë, sepse gjithkush është i shokuar. Më pas do t'i analizojmë gjitha. Spari duhet them nisida që dosja Akshit është një dosje që mund të rrëzojë qeverinë. Edhe këtë e them me përgjegjësi plot, është një kapje e shtetit nga një grup i strukturuar kriminal, jo vetëm për faktin se paracaktoheshin tendrat në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, por për mënyrën se si grupi kriminal i dyshuar bashkëpunonte me zyrtarët e lartë shtetëror nga një anë, se si pastruheshin parat nga ana tjetër dhe se si shkohej deri në rrëmbimin e biznesmenëve të ndryshëm apo friksimi i disa të tjerëve. Kështu që në këtë aspekt, ndoshta është dosja më e rëndësishme që Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka hetuar ndonjëherë. Pse e them këtë gjë? Sepse bëj fjalë për një institucion shtetëror, një institucion i cili sigurisht menaxhonte një buxhet të rëndësishëm sa i përket parave të taksapaguesve shqiptar, kishte të dhëna në duar shumë sensitive të qytetarëve, sepse ju e dini që Akshi është një institucion që menaxhon të gjitha dhënat personale qytetarëve, të gjithë institucioneve në vend, të bankave, të sistemeve të drejtësisë e tjera me radhë. Kështu që në këtë aspekt e konsideroj një çështje shumë të rëndësishme për mënyrën se si fillohet që nga pengmarrja, pastrimi i parave, paracaktimi i tenderave e deri tek vjedhja apo hakerimi të dhënave. Tani në lidhje me pyetjen tuaj, Prokuroria e Posaçme pas një hetimi jo më shumë se 3-4 mujor, ka arritur të sekuestrojë në këtë fazë të parë rreth 40 milion euro pasuri të paluajtshme, por edhe të luajtshme të personave të dyshuar, dhe bëhet fjalë për Ergys Agasin dhe Ermal Beqirin, të cilët dyshohen sipas SPAK si krerët e grupit të strukturuar kriminal që vepronte brenda Akshit, po ashtu janë sekuestruar edhe pasuritë të Mirlinda Karçanajt, ish drejtoreshe përgjithshme e Akshit, e cila aktualisht ndodhet në arrest shtëpie. Janë më pas sekuestruar edhe disa fonde në llogaritë e 3 shoqërive që kanë bashkëpunuar. Qartë, ne do t'i kapim me detajet gjitha, po bëm përshtypje fakti sepse përmende që është dosje që mund të rrëzojë qeverinë. Karçanaj dhe Belinda Balluku paralelisht kanë hecur këto çështje, ne me marrë në studio me informacione. Pse mori më tepër vëmendje çështja Balluku dhe u la disi si më në hije Karçanaj, por në fakt tu mund të ishte një hambar tjetër apo jo? Po janë dy çështje të tipologjive të ndryshme. Patjetër që sa i përket funksioneve që mbante zonja Balluku, ajo ishte numri 2 i qeverisë, për shkak ndoshta edhe funksioneve, patjetër edhe aty ka abuzime tendrat në vlera miliona euro e tjera me radhë, por kjo them që është ndryshe si tipologji sepse ka rrëmbime të dyshuara, ka pasim parash, ka friksim, ka filmime, pra ka pak nga të gjitha llojet. Për shembull, Ergys Agasi, sipas prokurorëve të posaçëm, kishte instaluar kamera inteligjente në zyrën në një nga zyrat e kompanisë së tij dhe filmonte të gjitha takimet që aty kryente me personazhe të ndryshëm, ndoshta dhe të politikës dhe të biznesit dhe institucione dhe krerë të institucioneve të ndryshme, përfshirë edhe zonjën Karçanaj, ku janë shpërndarë në fakt dhe kanë dalë në publik disa nga fotot e takimeve mes tyre. E bënte këtë për të qenë më për ndoshta për shantazh. Jo, unë mendoj që atë e ka bërë gjithë këtë veprim e ka bërë për shantazh. Për të shantazhuar çdo personazh që të nesërmen nuk do t'i bindej. Dhe duhet të ndalen në disa momente kryesore. Për shembull, nëse e mbani mend, pasi shpërtheu afera dhe skandali i Akshit, kryeministri doli më të madhe, bëri avokatin mbrojtës të Mirlinda Karçanaj, duke thënë që zonja mund të jetë tërësisht e pafajshme dhe nuk e paragjykoi mund të jetë tërësisht e pafajshme, ajo jeton me qira dhe po i çante hallin. Në fakt, hetimet e SPAK kanë zbuluar një panoramë krejt tjetër. Prokurorët e posaçëm, që janë 2 prokurorë, është Bledar Maksuti dhe Altin Dumani, ish kreu i SPAK-ut, kanë arritur të provojnë që zonja Karçanaj zotëronte pasuri të fshehura në mënyrë të tërthortë, 2 apartamente luksoze në kryeqytet, njëri në rrugën e Kavajës dhe tjetri afër Errol Benja, një dubleks në zonën e Qeretit në Kavaj, që po ashtu është zonë blegdetare, një sipërfaqe në një nga zonat toke, në një nga zonat më të lakmuara të kryeqytetit,
automjet luksoz dhe nuk e di sa pasuri të tjera mund të nxjerrë hetimin në dritë, por flasim për pjesën e parë. Çfarë bënte përshtypje gjithë hetimi është që në fakt, dy janë momente që duhen thënë edhe që nuk është rasti tipik i një dosje që dyshohet se X zyrtar ka kryer një vepër penale dhe po i sekuestrojnë pasuritë. Në fakt, në rastin konkret ishte hetim shumë i detajuar. Pse ishte shumë i detajuar? Për shembull, në një nga pasazhet e të dhënave hetimore rezulton që Daniel Shima, irzëvendës drejtori i përgjithshëm i Akshit, i cili ju e dini ne kemi raportuar edhe në News 24 edhe në studion tuaj tek kjo javë, u zhduk në mënyrë të mistershme vjeshtën e vitit kaluar. Dhe në një nga dëshmitë, sepse ai ka dëshmuar në prokurorinë e posaçme, deklaron që, ose më saktë pretendon se ka prova që zonjës Karçana i ka dërguar një shumë rishfet prej 200.000 eurosh, para të cilat i ka kamufluar duke i dërguar në kuti të verës ose në arka të verës. Dhe më pas këto para, si pas prokurorisë posaçme, zonja Karçana i ka përdorur për të blerë përmes kamuflimeve të ndryshme dhe mekanizmave sofistikuar pasuritë e saj. Për shembull, nëse marrim dupleksin në Qerret, është shumë interesante sepse njëri nga persona që e ka blerë këtë pasuri nuk ka shkuar kurrë në Qerret, nuk ka qenë kurrë në Durrës, deklaron që nuk e njoh fare blerësin, më dhan ua një shtetas X, se janë emra shumë edhe ndoshta unë i kam zbardhur në emisionin në Shënjestër të detajuar, po për të mos bërë kakofoni emrash, thotë që më dhanë këto para i mora, pra mori një thes me para, e dërgoi në bank, këto para dyshohet që ishin para që vinin si rishfet i tenderave që Mirlinda Karçana në bashkëpunim me Ergyll Sagasin u ajepnin kompanive të Ermal Beqirit, dhe më pas ata në një farë mënyre furnizonin me para kompaninë EA Solution të Ergyll Sagasit. Pra, për shkak të lidhjes dhe bashkëpunimit shumë të ngushtë mes Ergyll Sagasit dhe Mirlinda Karçanait, tenderat paracaktoheshin dhe shkonin në duart ose në kompanitë e Ermal Beqirit dhe më pas ai dhe kompanitë të tjera si që është First Exim Hoxhës e tjera me radhë, Andi Papas me kompanitë e vetë e tjerë, kalonin para tek EA Solution e Ergyll Sagasit. Dhe po të shikosh me kujdes, në rastin konkret ky zotëri thotë, nuk e njoh blerësin, nuk e kam iden kush është noteri, s'kam firmosur asnjëherë kontratë, ama çfarë ndodh? Kur është shkuar dhe realisht prona rezulton e regjistruar në emrin e një varësje të Ermal Beqirit, rezulton që shoferi i zonjës Karçanaj është njeriu që në thelbe ka tradhtuar atë. Pse e ka tradhtuar? Fillimisht ai ka thënë që nuk e kam iden çfarë është kjo banesë e tjera me radhë, dhe kur prokurorët i kanë vënë përpara fatura që ai kishte paguar, që kishin të bënin me administrimin e kësaj pasurie, pra ju e dini pastrimin e tjerë me radhë taksat, rezulton që është gjendur përpara faktit që rrezikonte të shkonte ndoshta në përgjegjësi penale për shkak të moskallëzimit të krimit e fshehjeve të dënave, thotë që më falni, unë kam bërë një gabim, nuk e kam treguar të vërtetën, por në fakt shefja ime, zonja Karçana, ka jetuar aty deri në gusht të vitit 2025. Ky është momenti i parë, pra njëri që është blerës në miliona lek dhe ndërkohë nuk rezulton të mos kishte firmosur kurrë, nuk kishte asnjë të ardhur, nuk justifikoheshin para dhe sipas prokurorëve, duke qenë se lidheshin në mënyrë direkte me zonjën Karçanaj, e konsiderojnë pasuritë fshehur prej saj. Shumë interesante është blerja e apartamentit ose më saktë shkuarja përfundimisht në pronësi të nënës së zonjës Karçanaj. Ai apartament është blerë në disa duar, ka kaluar fillimisht personi i cili që është tek rruga e Kavajës. Pra një apartament që është tek rruga, po flisim për atë në Qerret. Në Qerret. Tek rruga e Kavajës është po prapë interesante, personi i cili e ka blerë, nuk kishte para, i kanë dhënë në formën e UAS 2 kompani të lidhura me Ermal Beqirin, i kanë dhënë 80.000 euro, ai ka firmosur brenda të njëjtës ditë 2 kontrata, i ka marrë këto para, i ka depozituar në bankë, është blerë pasuria dhe këtë pasuri e ka kaluar më pas tek motra e Daniel Shimës. Motra e Daniel Shimës, pasuria është shitur më pas rreth 30.000 euro më pak se sa ishte blerë. Pra do të thotë që në finale, sipas prokurorëve të posaçme, dhe kjo është një pasuri e fshehur e Mirlinda Karçanaj dhe po prapë është shoferi që tregon se ajo kishte banuar aty, i kishte lëvizur ai rrobat nga njëri vend tek tjetri. Sa i përket apartamentit ku banonte, që kryeministri pretendon se është një apartament i marrë me qira prej saj. Tani këto deklarata të kryeministrit janë deklarata për ta mbrojtur dhe do të thotë që Rama nuk ka asnjë dieni dhe s'ka patur se si të ketë apo si shikon. Tani këtë shprehjen që të gjithë han dardha dhe molla, ku diun kumbulla prapa shpinës time se kur nuk ka vlerë fare sepse u bë shumë. Do me thënë, hëngri Dardha Sajmir Tahiri prapa shpinës së Ramës, hëngri Dardha Arben Ahmetaj, Belinda Balluku e tjerë me radhë, Ergyll Sagasi, Mirlinda Karçanaj, janë bërë sasi shumë që të hanë Dardha kaq shumë pas shpinës së kryeministrit dhe kryeministri tjetë
jetoj në një univers paralel. Personalisht nuk më bind. Unë mendoj që afera Akshit, sikur se mendoj që edhe në rastin e zonjës Balluku, në rastin e aeroportit Vlorës e tjerë me radhë, janë afera që kanë deri në bekimin e kryeministrit. Po për të kthyer tek pasuria, se nuk dua të bëhem e bezdishme, por për ta treguar fizionominë e asaj. Apartamenti ku jeton tani. Tani, ajo është një kontratë qiramarrje me një kompani ndërtimi, që në fakt zonja Karçanaj pretendon se i ka paguar, i ka shlyer, pra qeran që duhet paguante, por nga një tjetër ka një gjë interesante, sepse administratori i kompanisë thotë që është e vërtet, këtë shtëpi e kam bler unë, kam bërë një kontratë me zonjën Karçanaj përmes kompanisë, sepse ma kërkojnë der Ergys Agasit, dhe këtu del sërish lidhja e Ergys Agasit, dhe nga ana tjetër rezulton që sipas prokurorëve nga të gjitha të dhënat, rezulton që kontrata ka qenë komplet fiktive dhe kjo banesë është bler me qëllimin për të përdorur nga Melinda Karçanaj. Pra, parë në thep është bërë një mekanizëm i sofistikuar për të fshehur pasuritë e paligjshme. Patjetër që këtu janë të përfshirë edhe vartës të Ermal Beqirit, i cili po ashtu është në Arati. Në mesin e pasurive janë pasuritë paluajtshme të Ergys Agasit. Sa shkojnë të pasuri, Klodi? Në total, për llogaritja me vlerën e tregut është 40 milion euro, ndërkohë që më pas duhet parë sepse vlera edhe mund të rritet. Ndërkohë tek Ergys Agasi, pastaj kemi një skandal, bëhet edhe, do t'rregoj edhe historinë e verës, është shumë interesante. Është shumë përfolur në fakt, po. Jo, nuk ka vetëm aq pak verë, shkon gati në 11 milion euro vetëm vera dhe pijet e shtrenjta që ata përdorin. Po, problemi është që fillimisht është kontrolluar nga Spaku, që nuk ishte dalë asnjëherë si detaj, një banesë e Ergys Agasit tek vila qeveritare në Durrës. Pra do thotë ka shkuar deri aty sa ka një banesë tek vila qeveritare, gjë që në fakt do duhet të jetë një zonë e sigurt e tjera me radhë. Aty janë gjetur fatura dhe më pas rezultonte që shkonte deri te rreth 11 milion euro vetëm verat e shtrejta dhe deri diku provohet edhe ajo çfarë ka deklaruar. Pra gjithë këtë situatë po merr për masat frikshme apo jo? Sepse unë duke që herët këtë gjë, nëse e mbani mend në studion tuaj, kam thënë që kjo do të jetë një ndër dosje që mund të përvoloj shumë kënd në gjitha dimensionet. Shkojmë tek Ergys Agasi, çfarë duhet parë aty ka të bëjë jo vetëm se ai paracaktonte tendrat e tjera me radhë dhe që sigurisht kishte shtrirë tentakulat në të gjitha institucionet, çfarë bën përshtypje është që ky personazh në hundën e policisë, në hundën e institucioneve, me bekimin e tyre, ka ndërtuar paleje, për shembull po të shikosh të gjitha vilat luksoze që janë ndërtuar pranë Ekus Resort, i ka bërë paleje dhe i ka legalizuar në kundërshtim me ligjin. Dhe aty duhet ketë një hetim të thelluar në lidhje me këtë gjë. Ka tentuar të shtetëzoj të privatizoj pronë shtet, të privatizoj pronë shtet, për të ndërtuar kompleks rezidencial. Ka arritur që të shtrijë ndikimin e vetë në të gjitha institucionet, në IKMT, në polici, në kadastre e tjera me radhë. Po mirë, si ka mundësi, Klodi, një fuqi ka që madhe e një personi si që është Ergys Agasi. Ne e kemi, le themi, kemi mundur ta profilizojmë deri diku, po përsëri nuk mbaron kjo pjesa e sa më shumë të gërmosh, aq më shumë gjen apo del në sipërfaqe. Gjithmonë pra njerëzve të pushtetshëm, atyre shumë të pushtetshëm, ka gjithmonë një anë të errët. Ato që konsiderohen eminenca gri. Dhe Arben Ahmeta e cilsoi Ergys Agasin në të parën mos gabojmë intervistë televizive eminencën gri të kryeministit. Sigurisht për këtë gjë mban përgjegjësi zoti Ahmetaj. Ai është i lirë të vinë në Shqipëri dhe duhet të vinë në Shqipëri, të rrëfehet përballë drejtësisë, ndoshta mund t'i shërbej shumë qytetarëve shqiptarë. Po vetë aty sa mund t'i shërbente. Nga andej, kjo është pastaj një histori tjetër, po flasë do të ishte profili perfekt i një personi të penduar për ta rrëfyer këtë gjë. Dhe për sa kohë thot Arben Ahmetaj, që ka qenë njeriu më i besuar i Edi Ramës në një pjesë të rrugtimit të kryeministrit në drejtimin e vendit, patjetër që ka një farë vlere dhe sepse ai ka qenë shumë pranë dhe i ka ditur gjërat se si kanë funksionuar. Dhe në këtë aspekt, patjetër që Ergys Agasi është konsideruar dhe si koordinator i botës së errët me zotin Rama, kështu që në këtë aspekt, patjetër po kishte fuqi sepse mbi të gjitha ai kishte edhe kapacitet financiar. Pra mjafton të shikosh vetëm listën. Mua më është dashur në momentin e parë kur unë kam arritur të siguroj informacionet e para, sigurisht përmes burimeve të besuara, të kuptoja nuk përfundoja dot se numëruar i pasuritë. Sipërfaqe toke, pafund, përpjekje për të ndërtuar zona rezidenciale, përpjekje, domethënë gjitha të legalizuara në kundërshtim me ligjin, legalizime të bëra brenda një dite. Domethënë qytetarë shqiptarë presin me muaj, ndoshta edhe me vite, për të bërë legalizim dhe
kanë vdekur njerëz të moshuar pa legalizuar kur pronën, ka një përpjekje një sorollati në institucione, Ergys Agasi ka legalizuar brenda të njëjtës ditë si përfaqe të mëdha të ndërtimit e tjera me radhë. Pra, kjo tregon pushtet, tregon fuqi dhe tregon në një farë mënyrë kontroll të segmenteve të caktuara shtetërore dhe të segmenteve të caktuara të institucioneve. Kështu që kjo është një çështje, pastaj çfarë ka tjetër? Nëse mbani mend fillimisht u dyshua vetëm për rrëmbimin e Gerond Meqes, që patjetër ai ka qenë një ndër njerëzit që ka fituar me kompaninë e tij tendera pranë Akshit, patjetër ka qenë personi kryesor në një farë mënyrë që mbante llokmën më të madhe të tendrave të Akshit, për shkak të përplasjes dhe për shkak të ndryshimit të frymës pas largimit të Daniel Shimës, që me sa duket ishte edhe njeriu i besuar i Gerond Meqes, më pas ardhja e zëvendës drejtuese të ri e tjera me radhë, hyrja në lojë e Ergys Agasit, e nxorja të jashtë loje, prokurorët dyshojnë që ka patur edhe të tjerë biznesmen, të cilët kanë rënë prej presionit dhe shantazhit nga Ergys Agasi. Nëse ju kujtohet, në studion tuaj unë kam thënë që është një shtetase shqiptaro-gjermane dhe një shtetas gjerman i cili është dëshmia e cilëve pritet me shumë interes. Dhe sot Milena Schroeder, mund ta themi plot gojën, se është një fakt tashmë i bërë publik, po ka pranuar që në shantazh dhe kërcënime ka konsideruar veten, i është thënë, pra ka kërkuar takim me zonjën Karçana, i janë ofruar njerëz rreth rrotull saj, ka patur një takim me udhëzimin e zonjës Karçanaj në një nga hotelet luksoze në Tiranë me Ermal Beqirin, dhe aty është lajmëruar se ishte në një ambient peshkaqenësh, pra do të ishte shumë e vështirë për të, dhe në formën e rrushfetit ajo ka kaluar para dhe transferta në kompaninë e Ergys Agasit. Kështu që prandaj e shikoj, por duhet të na zbardh prokuroria së pari zhdukjen e mistershme të Daniel Shimës për 10 orë, të na sqarojë rolin e tij brenda Akshit, se nuk është i sqaruar, të sqarojë rolin e biznesmenëve të tjerë, kush janë personat e tjerë të cilët janë friksuar dhe shantazhuar. Sa transparencë ka patur deri tani, sepse ka vakume plot për të... Patjetër, prokuroria nuk duhet kemi parasysh që kjo është një çështje në netim. Dhe patjetër duhet të jetë hermetike. Ka shumë detaje që ndoshta rrjedhin në përshkak sepse dalin vendimet për tu ekzekutuar, caktohen masat e sigurisë, ju komunikohen palëve të treta, sepse deri ditën që dosja ishte në SPAK, pra nuk ishte dalë në duart e personave të tretë, palëve të interesuar e tjera me radhë, nuk ishte rrjedhur asnjë informacion. Tani ka shumë burime të informacionit, patjetër shumë aspekte janë top sekret, sepse ajo çështje është shumë e madhe. Po ju garantoj për këtë është një çështje shumë e rëndësishme dhe është... Po deri ku mund të shkohet, Klodi, se dakor, deri në këtë pikë janë hetimet dhe mund të rëndojnë pozitat e qeverisë. Po pra, e përmende, po ne mund të themi për shumë gjëra, apo për shumë, edhe pse kjo është për mua, apo siç kemi diskutuar, më e rëndësishme, më shokusja, por kemi parë që edhe nuk arrihet deri aty. Do krijohet gjithmonë një pengesë për të arritur deri këtu, gjithmonë në bazë të hetimeve, çfarë nxjerrin në dritë hetimet dhe deri ku kanë arritur tani. Sa rëndohen pozitat? Hetimet tregojnë për një implikim shumë të madh të faktorëve të ndryshëm apo të segmenteve të caktuara shtetërore dhe të zyrtarëve të një niveli shumë të lartë. Do duhet të presim përfundimin e tyre për të patur një përgjigje. Kur themi shumë të lartë? Themi shumë të lartë. Ju po më kërkoni për shembull nëse do jetë, ku diun, kryeministri Pandeu. Unë këtë nuk mund ta them se nuk jam prokuror i çështjes. Unë jam një gazetar që raporton bazuar në të gjitha të dhënat që siguroj për çështje të caktuara. Dhe po të them që mënyra se si është funksionuar në rastin konkret, se si një grup i dyshuar, i strukturuar kriminal, kishte marrë në kontroll institucione të ndryshme dhe kishte në duart e veta të gjithë kontrollin e të dhënave, të institucioneve, të gjithë serverave të këtij vendi dhe të dhënat personale të qytetarëve shqiptar, kishte në duar një mundësi për të shantazhuar, për të kërcënuar, për të keq përdorur, për të përbaltur shumë njerëz, personazhe të tjera me radhë. Pra fuqia që ky grup kishte marrë ishte e për masave të jashtëzakonshme. Këtë mund të them, se sa hetimi do shkojnë në drejtim të atyre që na kanë qeverisur dhe po na qeverisin, do të duhet presim përfundimin. Po sa kohë mund të marrë gjitha kjo? Është një çështje që do zgjas hetimi. Jo, për krim të organizuar mund të shkojnë deri në 2 vjet, kështu që patjetër që hetimet do zgjasin në rastin konkret. Me qartë. Mirë, duhet kaloj tani në një tjetër çështje, çështja e Belinda Ballukut, janë shtyrë rafatet e hetimit me 3 muaj. Pikë së pari, a ka të drejtë Belinda Balluku për ta ankimuar këtë dhe pse prokurorët kanë kërkuar këtë gjë?
Po, është e vërtet, ne kemi raportuar këtë lajm ditën e njëjtë, News 24, që prokurorët e posaçëm kanë vendosur të zgjasin edhe për 3 muaj të tjerë afatin e hetimeve për ish zëvendës kryeministrin dhe ish ministren infrastrukturës dhe energjisë Zonjën Balluku. Prokurorët e motivojnë këtë vendim të tyre me faktin që kanë ende nevojë për kohë për të kryer disa veprime që i konsiderojnë të rëndësishme për çështje në fjalë, sepse nuk është vetëm Zonja Balluku e pandehur, por janë në hetim edhe një sër zyrtarësh apo ish zyrtarësh të tjerë. Ata pretendojnë që ka ende shumë persona që kanë dijeni që duhen marrë në pyetje, pretendojnë që ka shumë celular të tjera apo pajisje kompjuterike të cilat do duhet zbërthehen dhe të analizohen, janë kërkuar po ashtu me shkresa qyrje të dokumentave të ndryshme në institucione të ndryshme, jo vetëm në Ministrinë e Infrastrukturës, por edhe në institucione të tjera. Kështu që me këtë argument, patjetër që prokurorët pretendojnë se po, duhet të shtyhet afati dhe shkon në 9 muaj në totalin e vetë, pra nëse do të përfundoj ky afat, sepse është firmosur në datën 13 prill dhe unë kam mësuar lajmin pak më vonë se sa, pra rreth 10 ditë më vonë, dhe ndërkohë janë duke mbledhur pra të gjitha këto dhëna dhe në përfundim të afatit 3 mujor të duhet vendosin edhe për fatin e zonjës Balluku. Në lidhje me pyetjen tuaj, a mund zonja Balluku ta ankimoj këtë vendim të prokurorit? Po mund ta bëj, ka patur raste që personi i pandehur apo jo vetëm ndoshta zonja Balluku, por bashkëpandehurit e tjerë mund ta ankimojnë këtë vendim dhe gjykata mund edhe ta pranojë kërkesën dhe i lë një afat më pas prokurorisë për të bërë dosjen gati dhe nëse çmon të nevojshme ta dërgojë për gjykim. Deri më tani kjo gjë nuk ka ndodhur, pra nuk është se zonja Balluku i është drejtuar gjykatës për ta bërë një veprim të tillë, por do duhet ta shohim nëse do ta bëjë në ditët në vijim. Ndërkohë sa i përket hetimit, edhe ky është një hetim i rëndësishëm, sepse ne dim shumë mirë që për herë të parë shprekur sistemi, dhe kur them shprekur sistemi, është një ish zëvendës kryeministre, e cila dyshohet sipas fakt që paracaktonte tendrat dhe tendrat shkonin në duart e disa biznesmenëve të preferuar pranë qeverisë, shkonin gjitha garat ishin fiktive dhe kjo është shqetësuese sepse në fund fare janë paratë e taksapaguesve shqiptar, se si në momentet caktuara kompani të huaja vinin dhe sa për fasad dhe më pas largoheshin, se si vendosej për fatin një vepre infrastrukturore me një të rënd të lapsit, se si një njeri i cili ishte zyrtar i lartë si kreu autoritetit rrugor shqiptar Vis Berberi, tashmë në burg nga 2024, bënte veprime në një shkelje të frikshme të etikës e veprime korruptive tjera me radhë, por ç'është më e rënda kujdesej dhe të ruante provat për të fundosur të tjerët. Pra, një lloj përtej të gjithave, pra përtej kriminalizimit të sistemit, shkohej edhe në atë luftën brenda llojit për patur gjithmonë një gjë për të goditur tjetrin. Pra, parë në këtë panoramë të madhe, patjetër që është një çështje e rëndësishme, por është ndoshta çështja që ka përplasur më së shumti prokurorinë e posaçme dhe mazhorancën socialiste dhe konkretisht kryeministrin. Do duhet shohim sepse prokurorët mund të konsiderohet një sukses i SPAK nëse në finale zonja Balluku do të ndëshkohet nga drejtësia dhe do të ketë një vendim fajësie. Nëse do të mbetet pastaj një çështje pa një fajtor, do të jetë realisht një goditje e madhe për SPAK. Tani, këto të dy janë çështje shumë të rëndësishme, po kë kanë patur më të vështirë prokurorët në gjykimin tënd, Klaudi? Apo më të komplikuar? Po. Patjetër janë çështje shumë të rëndësishme të dyja. Zonja Balluku është zyrtarja më e lartë që është prekur ndonjëherë në detyrë dhe është ngritur akus penale ndaj saj. Dhe kjo e rëndon më tepër e komplikon situatën? Jo vetëm ajo, komplikohet edhe për faktin se bëhet fjalë për miliona euro në lojë, bëhet fjalë për vepra infrastrukturore, bëhet fjalë për paracaktim të tendrave, për një sistem korruptiv të ngritur brenda institucioneve. Ndërkohë Akshi ka një tjetër, pra çështja e Akshit ka një tjetër tipologji. Fillohet që nga bota e krimit që futet brenda një institucioni, shkon deri tek dyshimet, tek shantazhi, tek rrëmbimi, tek kërcënimi, tek, domethënë, është komplet një tjetër tipologji. Pra jemi në dy çështje të ndryshme, por që sigurisht shumë të rëndësishme dhe shumë të vështira për të hetuar. E kuptoj. Mirë, sot jemi shtunë, por dita e hënë sjell zhvillime të rëndësishme. Data 27 prill, Ilir Meta ish presidenti i Republikës për herë të parë që nga dita e arrestimit është përballë gjykatës. Si është fokusuar e hëna, çfarë pritet me rastin e Metës? Zoti Meta ka paralajmëruar në rrjetin e tij social në Facebook që do të dalë dhe pra përpara gjykatës do të nisë betejën e tij ligjore
me gjykatën e posaçme, me drejtsinë shqiptare për të çmontuar atë që e konsideron si një akt akuzë politike. Kështu që fakti që zoti Meta nga 21 tetori 2024-s edhe deri më tani, pra deri të hënën, sepse ne sot jemi e shtunë, po deri të hënën nuk është shfaqur në publik, nuk është lejuar të ketë asnjë intervistë nga ana e drejtorisë së përgjithshme të burgjeve e tjera me radhë, patjetër që procesi i tij pritet me një interes të jashtëzakonshëm. Ju e dini që imazhi i fundit i Ilir Metës ishte momenti i arrestimit, që sigurisht unë si gazetare e kam kritikuar sepse nuk ishte forma dhe mënyra e duhur, pra zoti Meta mund të hetohej, mund të gjykohet, patjetër të ngrihen akuzat e tjera me radhë, por momenti i arrestimit në këndvështrimin tim nuk ka qenë korrekt, por sot jemi në një fazë tjetër. Zoti Meta do të zbresë në gjykatë përballë një treshe gjykuese për të provuar atë që konsideron si pafajësinë e tij. Prokurorët pretendojnë që po kanë prova që e përfshin atë në korrupsion, në pastrim parash dhe në fshehje të pasurisë. Zoti Meta i mohon të gjitha këto pretendime. Prokurorët thonë që nis kjo histori që nga afera CSD-ja deri tek operacionet apo ndërhyrjet në klinika jashtë vendit, deri tek miratimi i ligjeve klienteliste për biznesmen të caktuar. Pra këto janë pretendimet e prokurorisë nga njëra anë, dhe nga ana tjetër është zoti Meta që i kundërshton. Dhe fakti që do të kemi për herë të parë edhe një përballje të zotit Meta me prokurorët. Dhe kjo do të jetë me gazetarët e hapur? Patjetër, është e hapur për çdo qytetar shqiptar që mund shkojë aty të nënshtrohet kontrolli dhe ty për ta parë nga afër dhe për ta ndjekur nga afër. Fakti që do të kemi përballjen e zotit Meta me prokurorët, do të ketë mundësinë të ketë të gjithë gazetarët në sallë, ndoshta edhe për të adresuar mesazhet e tij. Do të ketë në të njëjtën sallë gjykimi për herë të parë publikisht edhe ish bashorten që ju e dini në kulmin e hetimeve të SPAK patën një divorc pas ndoshta besoj të rreth 27 vite martesë, ndoshta më shumë, nuk mund ta them me siguri. Kështu që në këtë aspekt ka një interes të jashtëzakonshëm, por edhe për faktin se sa i përket pozicioneve që kanë mbajtur, pra detyrave që ka ushtruar presidenti vetit, patjetër që është një çështje që do të ketë një interes të jashtëzakonshëm. Do duhet shohim pastaj moment pas momenti. Në eksperiencën tënde, Klodi, me pritshmëri, çfarë mund të rezervoj e hëna apo seanca të tilla në gjykatë? Dgjoj, seancat, domethënë, çështja Meta Kryemadhi ka kaluar filtrin paraprak. Pra, ndryshe nga më herët, prokuroria në momentin që dërgon kërkesën për gjykim, duhet kaloj filtrin paraprak në atë që quhet seanca paraprake, dhe një gjyqtar i posaçëm verifikon pak a shumë kriteret dhe shikon se si është kryer hetimi e tjera me radhë, dhe shikon nëse dosja i plotson ose jo kushtet dhe kriteret ligjore për të kaluar për gjykim. Kjo fazë ka kaluar dhe tashmë fillon gjykimi në themel dhe aty pastaj fillon përballja e të pandehurve me gjykatën dhe prokurorët nga njëra anë nxjerrin të gjitha ato aset në mëngë me prova me fakte që pretendojnë se kanë, sepse në rastin konkret dhe në çdo rast në një proces prokurori është palë, ngre akuzën, por nga ana tjetër është dhe i pandehuri që ka të drejtën për të paraqitur gjitha provat e veta dhe për të synuar patjetër pafajësinë, dhe është gjykata arbitri që normalisht pasi gjykon, i shikon me kujdes, mund të përsërisë veprime hetimore, mund të shpallë pavlefshmëri të akteve, mund të kërkoj thirrjen e çdo dëshmitari. Ne duhet të shohim listën e dëshmitarëve që do të kërkoj zoti Meta, pse do t'i kërkoj dëshmitarët, a do të pranohet kjo listë, a nuk do të pranohet lista. Ka duket si një çështje që nis nga fillimi në çdo rast. Absolutisht. Kjo është procedura. Pra, zoti Meta do të bëjë kërkesat e veta paraprake, do të shprehet në lidhje me procesin, mund të kërkoj proces të hapur që të transmetohen. A ka pozita të komplikuara Meta tani aktualisht? Në çfarë kuptimi? Në kuptimin e rrugtimit tim me drejtësinë. Tani nis zyrtarisht. Pra tani do të kuptojmë ne se kush janë provat e vërteta që ka SPAK dhe kush janë ato provat që pretendon. Dhe e bëj pyetjen Klodi sepse gjithmonë shtrohet pyetja dhe është ajo ideja që pse kur nuk mund të prish hetime, nuk mund të prish prova, Ilir Meta qëndron akoma në burg, po. Atëherë, po ju kujtoj, bërë mirë që bëri këtë pyetje, të njëjtën gjykata e lartë pati një vendim dhe në lidhje me një vendim të gjykatës së apelit posaçëm e prishi atë dhe ktheu për gjykim, që kishte lidhje me kërkesën e zotit Meta për zëvendësimin e masës së sigurisë. Vendimi i gjykatës lartë domethënë do kohën vetë që të zbardhet, por fakti që është prishur vendimi i gjykatës së apelit do duhet parë një dritë të re
të asaj çfarë ka konstatuar gjykata e lartë, patjetër që zoti Meta pretendon që nuk ka asnjë arsye pse të rrinë në paraburgim, sepse thotë që hetimet kanë përfunduar dhe nuk ka mundësi as të prish provat as të intimidojë dëshmitarët. Ndërkohë, po të lexosh vendimin e gjykatës, thonë që zoti Meta ose pretendimet e prokurorit, zoti Meta duhet të qëndrojë thotë në paraburgim sepse dëshmitarët ende nuk e kanë dhënë dëshminë e tyre përpara gjykatës dhe për sa kohë që merr vlerë ligjore në momentin që kjo dëshmi jepet përpara gjykatës, kjo është një ndër arsyet kryesore që ai duhet të qëndrojë në paraburgim. Këtë e zgjidhin gjykatat më të larta, nuk e zgjidh as unë si gazetare dhe as këtë e zgjidhin gjykatat më të larta. Zoti Meta shkoi në gjykatën e lartë, gjykata e lartë e ktheu prapë në apel, ka shkuar në gjykatën kushtetuese, pra është një çështje që është në proces e sipër. Pastaj nëse hym te historia e paraburgimeve, unë kam një qëndrim krejt të ndryshëm, besoj që është një bisedë shumë e gjatë dhe ne e kemi diskutuar. E kemi diskutuar herën tjetër në studio, në fakt. Mirë, një çështje tjetër që dua të diskutoj është drejtori i ri i policisë së shtetit, drejtori i përgjithshëm, zoti Hitaj, po në këtë studio kemi folur shumë edhe në momentet që ende nuk dihej, por ishte i pritshëm emri i tij për qenë drejtori i përgjithshëm, ndryshimet që ka sjell vetë zoti Hitaj në policinë e shtetit. Janë ndryshimet e para, nëse ju referoni shkarkimeve dhe largimeve apo zëvendësimeve të disa ato çka shoqërojnë gjithmonë një drejtor në momentin që nis detyrën. Dgjoj, ju e dini që unë kam thënë sfida e parë e zotit Hita do të jetë gjetja e 12 drejtorëve të qarqeve që të jenë drejtor të cilët mund të kenë aftësinë, profesionalizmin dhe pamësinë për të drejtuar drejtoritë. Sepse ju e dini se në çfarë gjendje ishte policia, kështu që dhe do duhet merrtes, nëse të kujtohet biseda më hershme, do duhet që zoti Hita të merrte garanci ligjore. Për shkak duhet dhe koha sigurisht, për shkak se duke qenë se është futur konkursi në mes për emërimin e drejtorëve të qarqeve apo drejtorit të përgjithshëm, apo të shefave të sektorëve kryesorët, kjo e komplikon disi punën me largimin apo me zvendësimin e tyre. Por nga ana tjetër, nëse do të ishte realisht një vend që do bënte konkurse të mira, edhe konkurse të konsoliduara dhe të pandikuara, patjetër që unë do të isha për një konkurs, por ne nuk jemi as në Zvicër as në Norvegji, jemi në Shqipëri dhe mjafton të shohësh të hapësh vetëm një dritar aty te dosja e akshit për të parë çfarë ndodh në këtë vend. Imagjino të hapësh derën të gjithën, domethënë që lemerisesh fare, por gjithsesi për të kuptuar pra vetëm një gjë të vogël shikosh dhe ti thuaj edhe kjo ka ndodhur, është e pamundur, por në fakt ka ndodhur gjëra që shumë prej nesh nuk na e rrok menja, themi ne në veri, nuk na e rrok menja që mund të ndodhë, domethënë realisht. Janë deri në kufinte e çmendurisë, deri në kufinte një babëzie të frikshme dhe në kufite një kriminalizimi të tejskajshëm. Po për te kësaj, zoti Hitaj ka bërë ndryshimet e para, ka larguar shefin e forcës posaçme operacionale, ka dërguar aty Alban Dautin, i cili ka qenë më herët tek antiterrori. Zoti Dauti nuk ka perceptim për korrupsion, ka patur rekorde të mira sa i përket antiterrorit, megjithatë forca e posaçme operacionale është komplet një strukturë e cila do duhet të jetë në funksion të spakut, sepse është forca e cila bën vëzhgime, përgjime, bashkë me BKH-n e tjera me radhë. Kështu që aty duhet një emër i konsoliduar. Ka larguar disa drejtorë të cilët janë konsideruar si njerëzit e besuar të Ilir Prodës edhe të emëruar në ndikim. Patjetër që ky është një proces që është duke vijuar dhe normalisht ka shumë sfida dhe shumë çështje përpara. Por kemi Tiranën, kemi Durrësin, kemi Elbasanin që janë shumë të rëndësishme. Po këto largimet se shpesh herë quhen apo tingëllojnë si le të themi si fasada apo si një make-up, pra ikën dikush, largohet dikush dhe vjen dikush tjetër me po të njëjtat lidhje. Siç shpesh herë flasim edhe për ndryshimet në qeveri që nuk ka rëndësi se kur tek policia e shtetit funksionon ndryshe? Unë nuk jam parimisht dakord me largimin e njerëzve nga institucionet apo me mënyrën se si në momentet caktuara një zyrtar i lartë policie me kontribute hidhet në rrugë. Ju e mbani mend Artan Cukun. Ishte një ndër zyrtarët e lartë policisë së shtetit që u hodh në mes të rrugës dhe u vra në mënyrë barbare, vetëm për shkak të detyrës. Pra, kjo më dhëm, sepse brenda policisë së shtetit kemi realisht zyrtar të jashtëzakonshëm, kemi efektiv që kanë dhënë jetën për rendin dhe sigurinë dhe për të mbrojtur këtë vend. Kemi njerëz që punojnë me përkushtim dhe unë asnjëherë nuk e kam patur dhe nuk e kam betejën me ata njerëzit e ndershëm policisë së shtetit. E kam pasur betejën dhe luftën me disa zyrtar të lidhur me segmentet caktuara të krimit, të ndikuar nga politika apo element të inkriminuar brenda policisë apo të korruptuar.
Sigurisht nuk jam për të bërë lëvizje, por çfarë ndodh? Do duhet të krijohet një mekanizëm që të funksionojë. Problemi është që policia e shtetit ishte kthyer 20 vjet mbrapa. Pra do të thotë zotit Hitaj do të duhet kohë shumë e gjatë për ta kthyer njëherë në shinat e duhura dhe në drejtimin e duhur. Pa do t'i mjaftojnë mandate sepse drejtorët e për të policive gjetur njerëzit e duhur, të cilët nuk i mungojnë policisë së shtetit për t'i vendosur në pozicione dhe për ta bërë policinë. Kështu që në këtë aspekt patjetër që të thash kam qenë shumë e rezervuar, sepse ju kam thënë jam duke parë me shumë kujdes, por policisë së shtetit nuk i mungojnë kapacitetet për të vendosur njerëzit e duhur dhe për të patur vullnet për ta çuar përpara. Dhe mjafton që në strukturën e posaçme të shkojë një person i cili është realisht një person i pandikuar, i pa inkriminuar dhe të thjesht të ruaj sekretin e timor dhe të bëj goditjet të cilat urdhrat e arrestit e tjera me radhë, dhe bosët e krimit apo politikanët e korruptuar të përfundojnë prapa hekurave pa u dekonspiruar. Dhe kohën zotit Hitaj për të kuptuar strategjinë se këtë gjë kam bërë edhe me zotin Prota. Por, në fakt, rezultoi që ishte ajo situata që ishte dhe të gjithë shqiptarët janë bindur. Më kupton? Do më thënë është komplet një gjë tjetër. Do më thënë, janë tuk i dhënë kohën si që kanë dhënë çdo zyrtari në këtë vend, siç kam thënë që do shikoj çfarë po bën edhe shefi i SPAK-ut Klodian Braho, siç kam thënë dikur edhe për Arta Markun që u zgjodh prokurore përgjithshme e përkohshme, pavarësisht mënyrës skandaloze dhe tymit skandaloz në kuvendin e Shqipërisë dhe përdosjes së institucionit. Por në fakt do duhet të ketë pak kohë. Kështu që në këtë aspekt thjesht jam duke e parë situatën në distancë. Hitaj, sepse koha ka treguar që drejtorët e përgjithshëm të policisë nuk janë shumë gjatë në detyrë, po. Zoti Hitaj është relativisht i ri në moshë. Në mos gabohem është ndoshta te 47, 46, 47 vjeçar, nëse unë jam 100% me çfarë i kam parë CV-n e tij kur kandidoi për drejtor të përgjithshëm të policisë dhe ka shansin e tij tjetër, se pas këtij momenti zoti Hitaj largohet nga radhët e policisë së shtetit, se ky është rregulli, ky është ligji. Pra në momentin që përfundon detyrën si drejtori i përgjithshëm je jashtë policisë së shtetit. Kështu që kjo është mundësia e tij e vetme në këtë moshë të re me vitalitet që o ta bëj ose ndryshe të thosh shqiptarëve merrni valixhet dhe ikni jashtë, se domethënë shikoj patjetër që policia është në zgrip. Dhe do duhet të marrë vendime drastike dhe vendime të guximshme. Dhe do duhet të ketë një strategji të qartë se ku do të shkojë. Pra çfarë do të bëjë në vitet e qëndrimit në këtë detyrë. Nëse do të filloj pastaj, unë do ta emroj këtë drejtorin se ma kërkoj deputeti, këtë tjetrin se ma kërkoj krimi, do të jetë në nderin e tij të jap dorëheqjen dhe të largohet. Po që gjithsesi do duhet ta shohim sepse janë vetëm ndryshimet e para. Dhe patjetër thash kanë bërë disa ndryshime, tek antiterrori ka shkuar Monsula, ka plot ndryshime, po mendoj që emrat nuk është janë shumë të rëndësishëm. Po ka filluar në një farë mënyrë të vërë në lëvizje atë mekanizmin ose strategjinë e tij. Është ende herët se janë shumë pak javë që është në këtë pozicion. Klodi, shumë faleminderit për gjitha detajet, lajmet, informacionet që përcove. Mirë, përfundon këtu pjesa e parë e emisionit në Klodi Lalën, duke nisur që nga çështja e Akshit, kemi folur më pas për çështjen Balluku, Ilir Metën që pritet në 27 prill të hënën, e duke mbyllur me ndryshimet që ka sjellë në policinë e shtetit, drejtori i ri i përgjithshëm i policisë së shtetit zoti Hitaj. Publicitet kthehemi pas pak me Edmond Haxhinaston.